Këtë të martë është afati i fundit që subjektet politike dhe kandidatëve të pavarur për zgjedhjet e pjesëme lokale të 9 nëntorit të dorëzojnë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkesë për regjistrim. Të gjithë ata që do të futen në garë për drejtuesin e ri të Bashkisë së Matit duhet që patjetër deri në mesnatën e 14 totorit të dorëzojnë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkesën e tyre. Deri tani janë 3 kandidatë që kanë shpallur publikisht kandidaturën për zgjedhjet e pjesëme të 9 nëntorit për kryetar të Bashkinë e Matit deri në zgjedhjet e përgjithshme lokale të vitit 2027. Altin Bojni, i cili ka mbajtur detyrën e kryetarit të Këshillit Bashkiak që prej vitit 2023 dhe të drejtorit të njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Mat, është kandidatura e përzgjedhur nga Partia Socialiste. Përballë Bojnit do të jetë avokati Eduard Brejlika, i cili do të regjistrohet si pavarur, por që do të mbështetet nga kampi opozitar. Ndërkohë edhe avokatja Suzana Pasha ka deklaruar kandidimin e saj në këto zgjedhje të pjesshme për kryetarin e ri të Bashkisë së Matit. Avokatja Suzana Pasha vjen nga radhët e Partisë Socialiste, por në këto zgjedhje do të garojë si kandidate e pavarur. Kandidatët e pavarur që mbështeten nga partitë politike apo komitete nismëtare u duhet të mbledhin firmat mbështetëse të jo më pak se 1% të zgjedhësve të bashkisë përkatëse që të konsiderohen zyrtarisht kandidat në këtë garë elektorale.